Ka i qikë kështu, një dhjes, një e bon që edhe. Hajde një këshesh, hajde një këshesh. Hajde, le parlamentit punojnë. Hajde një këshesh. Edhe një herë njoftim për gjithë qytetarët. Nuk është se nuk ka njerëz protest, thjesht kanë lëvizur drejt parlamentit. Më pas do të bashkohen gjithë te kryeministria. Ata janë bashkuar për shkak se ka seancë plenare. Mirë. Hajde një këtu këtë ashe. Ke komandanti. Qa done tjetë janë kot? Ke parlamenti janë kështu njërës koti. Si logarit njëri. Ke komandanti të rrini. Komandanti atë do të shkojnë njërës ke parlamenti. Si do ke zyra vetë. Se do me një që ke kofshti. Të gjithë qytetarët janë mbledhur te parlamenti për shkak se aty ka seancë plenare. Do shkojnë edhe aty për simbolik e më pas do të kthehen përsëri drejt kryeministrisë. Protesta vazhdon, protesta nuk do ndaloj as sot, as nesër, ne do të jemi këtu për ditë. Për simbolik, mirë për zërit e prapë. Të dashur qytetarë, edhe një herë ju njoftojmë se protestuesit kanë lëvizur nga sheshi këtu për të shkuar drejt parlamentit, sepse dhe aty duhet protestojnë, është një simbolik shumë e fortë për shkak se ata deputet kanë kaluar këto ligje për cilat ne protestojmë sot. Ai parlament tani më duhet jetë i popullit dhe gjithë ato deputet duhet japin dorëheqje dhe ai parlament duhet të shpërndahet. Hajde një, hajde një, hajde një. Edhe kishim aty mon, ku e lamë? Ku e lamë e kuna mbeti vaj vatani mirë miletni. Dashurmek, nisuni. Ja dhe jeni gazetari më i mirë nga gazetaria shqiptare. Ne jemi për gjithë qytetarët që bashkohen me pjesa tjetër protestuesve, janë bashkuar dielës për shkuar te parlamenti dhe për drejtuar parlamentin për shkak se aty ka seancë plenare. Ato deputet nuk na përgjigjnë. Jeni më i mirë në botë. Parlament duhet shpërndahet më një herë. Vazolina. Të gjithë bashkë do të bashkohen pas pak tek kryeministria. Janë rrugës duke ardhur. Ju gjeni në përshpia, hajde një këtu, mos shkoni në parlamenti, po hajde një këtu. Se thjesht ishte një simbolik. Kështu është lajmërimi. Edhe kisha ke ju diaspora, ja unë qatë zemra. Juve, na keni dhënë shumë energji dhe na keni promovu shumë mirë. Përse pasqyra e një shteti janë ambasadat. Që ambasadat me kuptimin shteti normal. Ambasadat tona janë KÇK dhe juve jeni ambasadorët tanë që na përfaqësoni atje. Pjesa tjetër edhe ju falenderoj unë personalisht. Parlamenti ku po proteston pikërisht për këto ligje që na kanë marrë frymën deri tani. Ata janë nisur dhe po vinë gjithë bashkë te kryeministria. Kështu që ju lutem, bashkohuni ti presim. Po. Tani. Ka një komentues, është në i këshu, RBQ, të qëras me birë, në i RBQ,
Edhe unë në legitimizoj dot, juve që i kom pa, vështulli një vetë me fjalë magjike, se nuk i kam dur të zonë. Po vinë tu. Në dhe janë sa komentus patronashista. Edhe taksirat mi këtë ju përgjigje. Si kam dur të zonë, shive. Shive edhe këtej. Po ta shifni në... Shive edhe këtej. Janë dur të zonë, shë? Këse kam 2 lashë. Edhe është kërë së shmina një MTQ, me akronime, se du me formë akronime. MTQ, dhe me thëmë, muti qelbur. Një muti qelbur edhe një shajnë kompjuterin, a këpër. Se ne jemi tuk e sheshi. Ke sheshi, ja me Dani edhe që ka për Dani. Kush ka me nere, ajde bujro. Tu jam. Tani do vinë lumi, yjet e Tiranës. E në që më tanë që ishë 13 parlamentarët, që janë gjinava da. Se kanë edhe roga që këtë, dhe këto. Edhe aty nësi ma ajo rëndelja nuk i ma shumë. E në më tanë që ishin bo me kapë. Ishin bëj kapën, bre. Se nuk i ma ajo kapsoli. Nuk e di se si ma. Nga që do nështë hajnë shumë gjëra pikante e kështu. Nuk e di ka se i vjen. Po, nuk... Ishen vjerë. Edhe... Ato thjesht protestutët kanë dalë shumë simbolike atje. Aty kështë fillu era mutë gjithë dynjaj aty. Edhe ju këshin lutë tyre aman në ishin të se... Po ishin bo mutë dynjaj, s'kishin nësë pamë për asë gjë. Qa të bërë? Po qaj ju duhet jo, edhe vjakës edhe që i përfajsoni jo të. Tu odhin brek. Nga fëmi që të fare me që nga botë më dhe. Shërë nga botë më dhe. Kjo është përpjekje. Pjesa tjetër e qytetarëve po na bashkohet sepse ata kanë qenë te parlamenti Hajde, nga thonë. për protestuar edhe përpara atij parlamenti që është përgjegjës për situatën në cilën ne jemi sot. Ai parlament duhet shpërndahet mirë, sa më parë sepse neve nuk na përfaqëson. Ai nuk është parlamenti jon, ai nuk është parlamenti i qytetarëve, ai është parlamenti i oligarkëve dhe kriminalëve. Parlamenti. Po mirë, po ju që i datë qytetarëve lek. Cili ja boni? E ongër? Nuk është ko merë një lekët. Po që do lini mandatet, më thënë djebë një dorejqë i ke merë një lekët për tarë, për do me. Ku të gjeni ju 500.000 euro, 300.000 euro, 1 milion euro këtë pësër? Ku të gjeni ju? Ja u rrasën, vodët 12 vjetë, një tja u morë komandanti mi të ra me lapsi. Tu ju fut në komandantët, tu ju fut në për lista, e tu ju morë dardë. Edhe ju pasaj nga përsulli një ne. Kërë ne bo në pendita atje, ke palati me Gjoma. Palati me Gjoma, I love you. Shkoni bo në pendita atje, thojnë. Si kom donë këti 1 milion euro, 500.000 euro, për të fut në listë, për të putet. Edhe ne nga bonin derë, edhe vetët si bonin derë. Se nuk do të ani pa vazelin, do të ani me vazelin. Rama jepe Doreciet. Rama jepe Doreciet.
Një, vaj, me vete, një dalirë. Dorëqe! Dorëqe! Përshëndetje. Po, ishi bo mu dynjaja. Ishe bo mu dynjaja, ishe dhjetë në deputetën. Kam deputetin edhe, ma veshtu. A arbitën? Po. Gjinavish kredi, kështë bo mutin brek. Jo, mos kap një deputetër, që kënë një deputetër? Deputetët janë përvajsusit tuaj, më që bëni kështu? është turp, mo. është turp, po, është turp. Mos kap një deputetër. Më thanë që ishe bo mu dynjaja ty. Ja bëj. Let's go. Dalë që? Erdhe. Erdhe. Dorëqe! Dorëqe! Erdhe. Dorëqe! Kishin ka pa të deputetët, e kishin kënaq. Revolucion! 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 Le ta nisim me thirrjen që na kanë mbledhur gjithë pas. Ramazan Berishabur! Ramazan Berishabur! Ramazan Berishabur! Le ta ndryshojmë vetëm për një moment thirrjen me që kemi dëgjuar se I ka shku përsëri emri ish ministrës infrastrukturës për t'u paraqit aty ke dyert me kanxulla. Ramazan Berishabur! Ke pallati me Xhoma. Ka shku ke pallati me Xhoma. Ramazan Berishabur! Ke pallati me Xhoma. Duke se zonjës Sufjan nuk ishin mjaftuar 300 parlamente. Na dolën përsëri informacione se paska edhe vina një. Po siç duket, kështu siç po shkon puna, nga vilat në jug dhe apartamentet në Tiranë, do përfundojmë me një dhomë në burgun e Pogradecit. Me vazelin. Ramazan Berishabur. Ramazan Berishabur! Nuk harroj përsëri jo. Ramazan Berishabur! Edhe diçka që të herë e kërkojmë nga drejtësia, ju themi që shiko, shqiptarët tani më nuk mjaftohen më vetëm me burgosin e politikanëve. Nëse pasuritë nuk konfiskohen dhe nuk ju kthehen njerëzve,
burgosja nuk mjafton. A e dini pse nuk mjafton? E pat burgun e Beqinit si ishte si hotel me 5 hyje. Ne nuk do t'i lejojmë se cilin prej tyre do t'a shohim nga qeti edhe njërë Rama Jupe Doleqe. Nuk e gjë drinjës. Nuk e qenë si shumitet qytetarë pavarësisht të mendonin se një shumë, akoma një pjesë do nuk ka ndarë, po përfitoj nga rasti vetëm të bëj një recisht vogël me njërin prej përfaqësuesve të rinj gjasme Partisë Demokratike, që kishte thonë se gjasme në protest nuk ka ligjërim politik, nuk ka fjalime serioze. Më duhet t'i them personazhit në fjalë që në fakt në këtë protest është kërkuar shumë më shumë se jo keni kërkuar ju, po se kemi imagjinuar dhe ne. Këtë protest, kjo protest ka prodhuar çuh politike jo vetëm për protestën, po për gjithë popullin. Kjo protest ka ngjallë shpresën cilën ju e keni vrarë jetën e tri. Kjo protest nga ka bërë të imagjinojmë një Shqipëri ndryshe, një Shqipëri tjetër është e mundur, një Shqipëri pa oligark, një Shqipëri pa kriminal, një Shqipëri pa plesh nga 90 vjeç që kanë marrë peng partitë politike. E që të rinë, si pat keshin fjalë, që duken si të rinë, duhet t'i servilosen kryetarit 90 vjeçar, po mos më nëse është turp. A keni more pak dignitet, a keni pak integritet? Po jeni të ri, more, duhet keni qoftë revolt brënda, atë kur e keni gabim, t'i thoni kryetarit poshtë, more, largohu! Ramanburg Berisha Burg! Ramanburg Berisha Burg! Ramanburg Berisha Burg! Ramanburg Berisha Burg! Edhe diçka për to përfaqësuesit e rinj partive politike. Po e kuptoni more sa turp është, po nuk vleni as sa Mariana Koçeku, more, o njerëz. E kuptoni apo jo? Edhe Mariana Koçeku që u bë deputetes ju, po në fund fare tha prit more se këta që kanë bën kriminalësh, po më kërcënokan dhe familjet dhe u tërhoq. Po tërhiquni more nga partitë tuaja, bashkohuni me popullin, bashkohuni me njerëzit, se Shqipëria e mirë së me do ketë më e mirë edhe për ju. Shqipëria e mirë! Shqipëria e mirë! Ku e kam rinim? Keni dorë! Ky është revolucioni juaj! Mos me joni as ka po eqit të gjatë! Të gjithë së bashku kemi arritur shumë gjëra! Kemi hequr kardhet në çdo cep të Shqipërisë! Nuk ka më kardhe, populli po ngrihet! Na kanë vjen vetëm gati parlamenti për të hequr! Të dashur shqiptar, para se të flasim për Sornesin, për Sazanin,
Le të flasim për Shqipërinë e vërtet. Për Shqipërinë ku të rinjt punojnë gjithë ditën dhe prap nuk blejnë dot i shtëpi. Për të rinjt ku një çift i ri nuk u çon të bëj fëmijë se nuk ja dem dot në fund muaj. Le të flasim për nërat e baballarët tanë që numërën ato që ndajnë atë nuk u del pensione as për ilaçe. Për nërat e baballarët tanë që presin një telefonat nga fëmijët, nga niprit, nga mesat, i marrë në telefon nga jashtë u qanë syri për ata. Le të flasim për Shqipërinë, ku shkollat anë mban vendin po mbyllen, ku fshatrat nuk ekzistojnë më. Ku çdo gjë po mbyllet, ky është realiteti jonë. Realiteti një Shqipërie që dita ditës po zbratet. Dhe nga kush po zvendësohet? Po zvendësohet nga të ardhur, nga Asia, nga çdo tjetër i botës. Dhe ne, shumë shpejt, do jemi mergjimtar në vendin tonë. Por qeveria na thot që jemi mirë, që këtu është fush me lule, që turizmi është rritur, që 4 miliard euro po vërshojnë andej, një aty po vërshojnë në Durrës, një 10 në vend tjetër, ku janë to lek? Ku janë? Ne, baba i me qete e një lek pension, si do të dani? Si do të dani të rinj? Në një vend ku malet ulen dhe kullat ngrihen, në një vend ku njerëzit shuhen, ikin, largohen, këta të rinj nuk largohen sepse nuk e duan Shqipërinë, por largohen sepse Shqipëria e sotme nuk lejon që të jetojnë me dignitet. Dhe ndërsa ne luftojmë për bukën e gojës, këta mendojnë si ta vjedhin, si ta marrin tokës, si ta marrin shtëpinë, si ta largojnë fëmijët. Ndaj ne sot nuk mbrojmë Sazanin, nuk po mbrojmë Svërnjecin. Ne sot mbrojmë të ardhmen e fëmijëve tanë për mos të qenë të huaj në vendin e tyre. Po mbrojmë të drejtën e shqiptarëve për të qenë sotër në shtëpinë e tyre. Dhe kur ne kërkojmë përgjigje të gjithë heshtin, ky president hesht, ku është? Ky është president do t'jetë pipagët, hesht është dukur, në drejtim paditur. Por sot flet ky shesh, flet zemra e kombit shqiptar, flasin këta të rinj. Revolucion! 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 Këta kanë harruar një gjë, që shqiptarët nuk dorësojnë, dhe shqiptarëve ka ardhur më të hundës me ta. Nuk ka kull që zvendëson një familje, nuk ka koncesion që zvendëson një fëmijë që largohet, nuk ka investim që vlen sa një vatër e ndezur në shtëpitë tona. Ata kanë pushtetin, po ne kemi Shqipërinë. Ndaj sot grini flamurët sa mnati shikojnë dhe të betohemi përpara njëri tjetrit që nuk do ta lëm Shqipërinë të zbrazet dhe ta vjetë maskarejnë. Bravo Shqipëria! Revolucion! 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 Kur na pyesin se çfarë keni fituar nga protesta, me një pyetje cinike, në fakt mund të ju jap disa përgjigje. E para është kemi fituar besimin të njëri tjetrit. Për kaq vite ne kemi pas frikë nga njëri tjetri. Gjithmonë shqiptarët thonin, unë ngrihem, po nuk ngrihen tjerët. Këtë herë të gjithë bashkë po ngrihemi. E dyta, kemi fituar besimin dhe demokracia. E di pse?
sepse më parë votonim njëri në 2 vite ose njëri 4 vite dhe le të na përfaqësonte kush na përfaqësonte. Tani jo më, ne përfaqësojmë veten tonë vetë. E treta, ne kemi pas lënë politikanët të abonin komunikimin për lënë ndërkombëtarët. Edhe shpesh Shqipëria ka qenë thjesht imazhi i Edi Ramës ose i Sali Berishës të ndërkombëtarët. Por sot imazhi i Shqipërisë jemi ne. E fundit, ne gjithmonë çdo hapësirë ku kemi hyrë, kemi parë a mos ka në i karta, në i tela, mos ta kanë zënë hapësirë private prapa. Sepse na kanë rrethuar dhe na kanë poshtuar çdo vend, çdo qytet, çdo bregdet. Por nga dita e parë e kësaj proteste, kartet në çdo cep Shqipërisë po pirën. Kanë rënë gardën të Vërmet, kanë rënë gardën Rjon, kanë rënë gardën Librasht, edhe në një vic do bie një gardë tjetër ku do të tjerë. Shqiptarët kanë filluar të imagjinojnë një të ardhme tjetër, një të ardhme ndryshe, një të ardhme më të bukur, dhe jo më një të ardhme të zymë. Edhe e fundit, tani më, ne nuk e doam një Shqipëri si gjithë Europa, sepse Shqipërinë si gjithë Europa e arritëm gjithë bashkë të shesh. A e kemi parë se si në gjithë Europën thuhet që duhet protestojmë si shqiptarë? Ndaj një nga një le t'i prekim problematikat e kësaj shoqërie që më pas gjithë bashkë kemi mundësi t'i shërojmë ato. Desha të bëj 2 falënderime, i pari për protestën më të bukur dhe shembullin më të bukur europian edhe më gjanë. Falënderimi i dytë konsiston në rezolutën e Parlamentit Evropian, i cili na dha drejt ne protestuesve ta shkëlqyjmë Torovak nga ky kryeministër Torovak. Falënderim nga zemra për gjithë pjesëmarrësit këtu dhe ato që kanë dëshirë me zemër me qenë këtu dhe do të vinë këtë ditë, sepse janë bërë pjesë e historisë, janë bërë pjesë e anës drejtë historisë të Shqipërisë. Ftojmë krejt deputet e partisë socialiste, demokrate na bashkohen të ndjekin shembullin e Mariana Koçekut, t'i thirrin ndërgjegjen. Mos të rrinë anë e erë të historisë, sepse ne jemi garanci që historia do ndryshojë. Edi Rama largohu sepse ne nuk largohemi. Përshëndetje Tiranë. Unë jam Arvesta Qinami, jam mjeke obstetër ginekologe, e formuar për 15 vite në Poloni, në Varshavë, dhe prej 5 vitesh ushtroj profesionin tim këtu në Tiranë. Për diferencat në nivelin e shërbimit shëndetësor apo për aksesin e pacientëve për një shërbim dinjitos, nuk do flas sot sepse të gjithë e dinë të vërtetën dhe do na duhej një natë shumë e gjatë për t'i folur të gjitha problemet që kemi. Pyetja që duhet t'i bëjmë vetes është, çfarë do bëjmë tani e tutje? Sepse kemi arritur në një pikë ku nuk mund të vazhdohet më me pandëshkushmërinë, me arrogancën, me mungesën e transparencës dhe me mungesën e informacionit ndaj qytetarëve. Ne kemi treguar kudo, se Shqipëria ka intelektualë
shkëlqyer, brenda dhe jashtë vendit. Ne kemi jurist, inxhinier, ekonomist, mjek, biolog, arkitekt, urbanist e profesionist të tjerë të shkëlqyer, që janë ekselent në fushat e tyre, por që janë edhe atletarë. Sepse atë dashuria nuk matet me fjalë. Ajo tregohet me dignitetin, integritetin dhe përgjegjësinë që secili prej nesh mban në punën e tij. Prandaj, një nga shtyllat më të rëndësishme të këtij procesi të ri duhet jetë playing game, që do të thotë krijojmë kushtet që ekspertët tanë, kudo që ndodhen, mund të japin kontributin e tyre këtu, në Shqipëri. E unë kam një ëndër që besoj është ëndra e pothuajse të gjithë neve këtu. Kam ëndër që Shqipërinë e re të mos e presim nga dikush tjetër, ta ndërtojmë vetë. Me dije, me punë dhe me ndeshmëri, ta ndërtojmë ne për një Shqipëri të re. Faleminderit.